E pra të dashur miqtë e mi, përshëndetje. Sonte kemi darsëm të gjithë të festojmë. Çunin më të bukur, Klodianin e martojmë. Kjo është një këngë popullore realisht që këndohet në përdasma. Sonte kemi dasëm në Big Brother VIP Kosova. Eliona Binjakaj e përzgjedhur nga publiku, së bashku me Klodin, sonte do të kurorëzojnë dashurinë e tyre fiktive. Një dasëm e shumë përfolur, një dasëm e shumë pritur, në fakt tashmë është bërë një rregull në Big Brother, një rregull që është, le ta them, kopjuar nga Big Brother VIP Albania dhe këtë herë për herë të parë në fakt në Big Brother VIP Kosova bëhet një dasëm. Banorët janë shumë entuziast, Eliona me shumë emocion është duke pritur që të pret momentin glamur, momentin që do t'i ndryshon shpirtërisht emocionet, sepse sado që të jetë një martesë fiktive, sado që të jetë një lojë për publikun, sado që të jetë një martesë shaka, emocionet dhe ndjesit realisht janë të vërteta dhe të sinqerta. Eliona duke që po e pret me shumë mall, në fakt po e përjeton shumë këtë dasëm. Tani nuk e dim në qoftë se do të ketë familjar të banorëve të cilët do të jenë pjesë e kësaj dasme të madhe që do të argëtohen deri në orët e para të mëngjesit. Këngëtarja e cila do të performon në këtë dasëm është këngëtarja e njohur gjakovare Ylka Kuqi, e cila me këngët e saj të bukura popullore do të shijon dasmën e Elionës dhe Klodianit. Tani pritet që të jetë një dasëm me tradita shqiptare, do me thënë do të respektohen jashtëzakonisht traditat shumë, traditat e Kosovës, ku Eliona do të hedhën vallen, Klodi do të hedhë vallen, do të bëjnë prerjen e tortës, do të vejnë unazat dhe në mënyrë fiktive edhe mund të japin puthjen e parë, një puthje që jam shumë i bindur se do të bëhet shumë viral në rrjetet sociale. Eliona e ka përjetuar jashtëzakonisht bukur, njëherë parukjerët janë duke bërë gati banoret e tjera dhe më pas do të kthehen tek Eliona, e cila në fakt do të jetë pjesë e momentit glamur që është përzgjedhur edhe si nuse. Do ta shohim nën fustanin e bardhë, do ta shohim nën vellon e bardhë dhe do ta ndjekim emocionin që në fakt Eliona do të përçon sonte. Unë e di që Eliona do të përlotet sepse sadokudo e thash që mund të jetë në kuadër të lojës, ajo e ndjen shpirtërisht sepse loja të përfshin brenda dhe këto banori ka përfshirë. E di që do të qaj për nënën e saj, e di që do të emocionohet për nënën e saj dhe do të jetë në fakt një moment edhe një natë glamur që do të ndodhen sonte në Big Brother VIP Kosova.